Izraeli dhe Hamas bien dakord për fazën e parë të armëpushimit në Gaza. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për një armëpushim. Të dyja palët janë pajtuar për fazën e parë të marrëveshjes, që synon ndalimin e luftimeve në Gaza dhe lirimin e pengjeve. Sipas marrëveshjes, të gjitha pengjet izraelite që janë gjallë duhet të lirohen, ndërsa ushtria izraelite duhet të tërhiqet tek një vijë e paracaktuar. Marrëveshja gjithashtu përfshin edhe hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza dhe një shkëmbim të burgosurve palestinez. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka quajtur marrëveshjen si fitore diplomatike dhe këtë pritet ta miratojë në kabinetin e tij. Nga ana tjetër, Hamasi e ka konfirmuar paktin, duke theksuar se kjo është vetëm faza e parë drejt përfundimit të luftës në Gaza. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se shumë çështje mbeten të paqarta, përfshirë mënyrën e zbatimit të armëpushimit dhe të ardhmen politike të Gazës pas kësaj faze. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, një ndërmjetës i rëndësishëm, ka reaguar gjithashtu ndaj marrëveshjes së mbrëmshme, duke shkruar në rrjetin social X se Turqia do të monitorojë zbatimin e saj të rrept. Erdogan gjithashtu tha se është i kënaqur që negociatat kanë rezultuar me një armëpushim në Gaza, duke theksuar se Turqia gjithashtu kontriboi. Erdogan, i cili ka mbështetur me zë të lartë kauzën palestineze gjatë luftës, shtoi se në këtë rast përshëndes me dashurinë time më të përzemërt vëllezërit dhe motrat e mia palestinez, të cilët kanë përjetuar vuajtje të papashkrueshme gjatë 2 viteve të fundit. Kjo është faza e parë e marrëveshjes mes Izraelit dhe Hamasit. Mbetet të shihet se kjo marrëveshje sa do të zgjasë.